zemra është pasqyra e mëlçisë. Pacientë që janë me probleme të mëlçisë të jamosur nuk vdesin nga ciroza. Vdesin në përgjithësi nga infarkti kardiak. Por këtë nuk e thot mjekësia ende. Megjithëse shkenca mjekësore po e vërteton kohët e fundit, atëherë mëlçia flet gjatë gjithë kohës, por ne duhet ta dëgjojmë. Në qoftë se do kemi një lodhje të vazhdueshme, në qoftë se do kemi një fryrje pas ushqimit, apo një rëndes, në qoftë se do kemi një intolerancë nga ushqimet e caktuara, në qoftë se do kemi disa alergji, në qoftë se do kemi skuqje dhe irritime të lëkurës, migren, dhimbje koke, dhimbje kyçesh, ëndje sysh në mëngjes kur çorni, në qoftë se do kemi rastëzim, në qoftë se do kemi tharje të gojës, këto nuk janë thjesht shenja të rënies energjisë, janë sinjale të hershme të metabolizmit tonë që nuk po funksionon. Homocisteina, glukozën që duhet bëjnë ta njerëz që shpesh e neglizhojnë, dhe GGT-ja, që quhet gamma glutamil transferaz. Është një enzim në mëlçi që prodhohet kryesisht nga mëlçia dhe gjendet edhe në pankreas, gjendet edhe në veshka, gjendet edhe në zor. Kjo tregon gjendjen e mëlçisë, se si rritet niveli i yndyrnave, dëmtimet që ka, toksinat apo elemente tjerë që tregon që kjo mëlçi ka. Dhe rrezikun kardiovaskular, në shumë studime është parë që GGT-ja ka rrezik shumë të lartë dhe ndell infarkti, jo me njëherë.